Përshëndetje miq. S'pari kush ka mundësi me ma bo subscribe në YouTube, ja dishëm për faleminderit Dan_Gelli plus linkun e keni poshtë, ja dishëm për faleminderit. Ta ndëgjojmë, ju lutem, një deputete të PDK-s nuk po ja di emrin, as po du ja ditë, çfarë premtimi i thëke që na qysh i bojmë rrogat, na rrisëm 200% me ta ik trunin, Allah, më të ranu krejt. Shkojmë, ju lutem. Qysh ka mundësi me bo një plan, kur nuk e dina ka me pas qeverisjen në të ardhmen. Ku është i sigur që Bedri Hamza nuk ka me i rrit paga 200% nësë nesër është kryeministër? Po me ndonë që për i me ka me ta aprovu vendimin e Albin Kurtit, a? Asnjëherë, na nuk i rrisim 20%, as 6%, as 10%. Na i rrisim 200%, 100%, ekskluzivisht. 200%, 100%, o ndalë të kose 100 për 200 shumë diferencë më dhe ojzoj. E para, ku do e marrë të për më rritë rroga 200%, 100%? Kja po këta që populli janë bare, që ka ojzoj. Por zote që ka po me ndoni që populli është. Jo runa zë. Shkojmë iq? Tetin, ja lo Bedri Hamzës me ta dënëntor, kër e kemi edhe konventin e partisë. Mirë, po këto ngritje janë qesharake, janë në qmim i qytetarit tonë. 100%, 200% Arjan? Nuk dim pak. Na nuk dim me qysh kom. Na nuk dim pak, o shumë po hiq. Po, rezultati ka të zënë, deri 2020 hiq. Se kinon rrogën 170 euro. Ku është aty 100% që jovre? Ku është, të regëm? A për që mërë burë dhe të krejt njerës, dhe më dhëmë partisë, PDK-s, të mësë PDK-s, atë PDK-s pa tjetër, PDK-s këtë rëndza, Allah. Bojnë këta. Si do mësë ku prejkë poplin, të parja 200%. Ku që hanë këtë forë ojzoj. Shkel për toke, jo për hava. Orun Razemic, që më thonë? Mishë të dashër, e dua fort, Zotë, rujtë, mire pafshëm në radhën e videos tjetër.